Po e gjeti groni vetë. Po këto. Djegë. Kjo e premte na bëri bashk me një artiste të veçantë që vlerën e ka Sahari. Para ju shkëngëtarja Donika Pecallari. Do jetë ky koncert mesazh mbushur me këngë e falënderime për bashkëpunimet e saj me artistët përmetar. Kurrës do të na reshtin urimet, timbrin e zërit si Bilbili, profesor Zinidino, ai më i miri, rastësisht në një dasme ka zbuluar. Aty nisi rrugën ëndra e saj për të kënduar. Çdo dëshirë që pate në jetë të është bërë realitet. Se veç talentit punon plot pasion, moj e mbrekullueshmja Donika jon. Në përmet, me mjeshtrat tanë, me Ustalaverin dhe Sulejman, Ilianasin, Fatmirin, Danën, Dimitrule Lule, këngës tonë bukuri i vure. Në festivalet folklorike, si yll shkëlqeve edhe ndrite, nga Gjeragjiu që nget karvanë, deri tek tanë, moje mjera tanë. Në Athinë ku jeton dhe punon, mallin për atë dhe e shton. Shkëlqimin koha nuk na të zbehu, se amanetin se tretas dheu. Edhe vazhdove në përbot, në Amerikë, në për Evropë, mbërite në Londër, deri në BBC, famë të madhe more ti. Sot zëri yt do sjell fuqishëm këngën e bukur përmetare, me motive dasme dhe dashurie, por edhe balada malli me breng e halle. Pra le të nis koncerti saj me zërin e zemrës këngët t'i qaj. Kjo që po themi është e vërtet, emocion të bukur do marrë veç në përmet. Mirë mbrëma motra e vlezër përmetar. Ju the motra dhe vlezër, se kështu ju kam ndjerë. Kini qenë pjesë e rëndësishme e një 40 vjeçari të paktën në linjën e muzikës të këngës time. Ka marrë duar trokitjet, ka marrë shikëmjet tuaja, ka marrë kënaqësinë tuaj. Kënaqësia tuaj ka qenë dhe kënaqësia ime. Ja, këtu te ky shesh ku jemi mbledhur sot. Nga ky shesh kam filluar në moshën 16 vjeç. Me Ustalaverin, i ndritë vëndi, i pazëvendësueshëm, me Sulejman Lame, Xhelal Zekiri, Leto dhe shumë të tjerë, bashkë punëtorit e mia, Dimitrula Papa, Margarita Gjoti, Lulieta Ilia, Adriana Thanasi dhe shokët e tjerë. Më tepër, në 90-ën u ndërtua shoqëria Lena Gjika, e cila aty pas Gjeragjiu që këndova në 83 në shoqërinë e Lena Gjika, mendoj se arrita të kënaqësinë dhe atë që ndoshta meritoja që të nxirrja të plotësoja zërin dhe ngjyrat për këngën tonë përmetare. Dhe falenderoj shumë profesor Vasil Sofokli Tole, që është i mrekullueshëm i jonë, ka punuar me mishë me shpirt, ka djersitur në këto zyra me shoqërinë e Lena Gjika që arritëm ne, që bëm një CD shumë të bukur, dhe ato këngë mua më kanë ngelur dhe i kanë në shpirt. Falenderoj edhe lauterin Kyriako Vangjeli, i cili është një person që ka filluar qysh në vitet e parë që kam kënduar unë dhe ka qenë i pranishëm në të gjitha dhe ka punuar me mishë me shpirt për t'i dhënë ngjyrën të gjithave këngëve përmetare këtu dhe 30 vjetë që maj mëtun apo 35 vjetë. I falenderoj t'jenë mirë. Dua të kujtoj
Kam një këngë shumë të bukur, por si dashmanare, me zotin Ilianazi, a I nuk jeton më. Unë them I ndritë shpirti, qofti parajsës, dhe të gjithë artistët tanë, Krenar Mane, Jarek Muqo, falenderoj, Irfan Ponoqi, falenderoj, Ylli Muqo, falenderoj, gjithë drejtorët e shtëpisë kulturës që unë jam rritur, që nga Janul Mevlani, që nga Trifondafa, I ndritë shpirti sepse dhe ai nuk jeton. Dimitraj Kosta, Niko Mihali, jeton tjetë mirë, sepse dhe ai ishte kryetari shoqërisë Elena Gjika, dhe neve bëm një punë shumë të mirë gjatë gjithë viteve, po unë kam shumë për të thënë nuk mund t'i them dot me dy llafe, duhet shkruar në një libër gjithë historia e rrugës time të këngës. Unë sot jam këtu t'u them dhe një faleminderit të madhe, një mi faleminderit, juve në 13 gusht kënduar këngën time të ditëlindjes. Ju falenderoj në zemra. Ju dua shumë dhe përmeti për mua, le t'jetoj ku të dua, kam mbredhur botën, Evropa, Amerikë, nuk ka si përmeti, nuk ka si vëndlindja, duani vëndin, duani njerëzit tuaj, jepni vetëm dashuri, mos keni zili, të doni njerëzit e punës, merrni shembull nga njerëzit e punës, këto kam, dhe mesazhi tjetër. Unë për ju sot sjell këngët, kam shumë këngë, po kam vendosur 13 këngë dhe I kam në CD dhe unë do t'i shoqëroj ato. Dhe dua t'i them rinis, le ta duan, do ta duan dhe muzikën e re, se ashtu si që ecën jeta me ato ritme, ashtu do ecë dhe muzika. Por, unë jetoj në aty 27 vjetë, po në kokën e kam pas, dhe ne, kulturën, muzikën, artin dhe çdo gjë të bukur, që na ka trashëguar të parët, prindrit, gjyshëritarë, kur nuk do t'i harrojmë. Këto këngë janë që të shkosh të flesh dhe të vënë në gjumë. Këto janë të bukura, mos I harroni, sepse nëse harrojmë muzikën, arti, kulturën, gjërat që na kanë lënë prindrit, gjyshëritarë, jemi pa vlerë, nuk do mbajmë më asnjë gjë, nuk kemi shtu trashëgojmë fëmijëve tanë. Ju uroj mirësardhjen, ju falenderoj nga thellësia e zemrës. Qofshi mirë, ju uroj shëndet të familjet tuaja, ju paça të gëzuar dhe duar trokitjet tuaja, do t'i kem kumbim ashtu siç I kam që para 40 vjetësh. Faleminderit nga zemra që jeni këtu. Të lumë të goja, të lumë të goja. Fike. Jo, vazhdo. Jo, ka që kisha unë. Tani do vendosim këngët. Të lumë të goja. Faleminderit. Atere, fillojmë me një këngë, Rëzojt një zok nga Mali, e cila ajo këngë e kam kënduar në moshën 17 vjeç. Do kënaqe, jam e sigurt. Ndjeni, janë këngët që u shkruan dhe u kompozuan nga populli, nga hallet e popullit, ashtu si dhe unë që shkrova këngën Amanetin se Tredheu, u gjenda një moment në një autobus, a në tren isha në Athinë dhe si që isha I shkrova ato vargje, I vura I melodi e shkrova dhe e ndjeva. Ajo do t'a dëgjojnë pasaj dhe do t'a shikoni se sa të shijon, se sa e lidhur është. Ne jemi emigrantë, ne jemi të plagosur, të huaj andej, shumë herë na duke dhe vetja të huaj këtej. Na duani, na përqafoni, na ndihmoni, të na ndihmojnë qeveritarët këtu për dokumenta për gjëra, sepse neve jemi në vuajtje andej. Neve vuajmë, ata që nuk e kanë provuar emigracionin, nuk ja uroj kur ta provojnë, por nuk ka më keq. Neve kemi zemrën copa, dukemi kështu nga pamje jashme, po brenda shpirti shumë I lodhur. Ju uroj gjithë të mirat, ju uroj jetë lumtur në familjet tuaja. Faleminderit që jeni këtu me neve. Shumë faleminderit.
Nga Ylli Hoxhaj, do të ndjekim poezin të mbetëm sytë këtej vëlla. Je largo vëlla, për te i mërgimit e detit, të merë malli për diellin e tomorit, për erërat e dhëmbelit, për këngët vënqe e gërnetën e laverit, për vjosën e dalgëzuar, për ujin e ftohtë të sopotit, për bregazin e lulëzuar. Bajamet atje nuk kanë të numëruar, e petalet e bardha të tyre i pate qarqaf të djepit. Ku ti gjesh këto aty ku jeti? Si të ti dërgoj tërë këto vise? Se di, ti me sytë këtej, vetëm yjet e qiellit tënd sheh, dhe një vetu hëne që e pate mike rinie, herë të shfaqet e herë mes reve fshihet. Të ngrim syt e yje malli t'u bën, rjedhin lotë artë e dritë të bardhë dhe kullojnë, mbi përmet vesa e tyre syve ka rënë. Vjene më ikan, s'të takoj dot, gjurmët e tua gjej, janë vesa e mallit, apo vetë malli lot? Dua të laj syte për gjumur me atë kristal, a i më qlof, a i me ty më qmal. Ti vjene më rri këtu, gjerë në agë, pastaj, si shtoj zavallet për sëri, më ikën largë, të mberë në sytë këtej, o vëlla, këtë drejt e di, por nuk rojnë dot pa yje dhe pa Shqipëri. Edhe tu, ja të këndoja ajo kënga dhe tu, po këndon ajo të të shëtë. Ja, provoj. Kënga e cila u shpalla laureat e festivalit në vitin 1983 dhe pas 3 muajsh u dekorova me titullin Najmfrashëri nga Ministria e Kulturës.
Tani shkojmë në 2 këngë të gëzuara, që kush ka dëshirë mund të vallëzojë. Të kërcej valle pogonishte. O bandil, bandil të paqa sa malet, pse s'më vjen një natë që të qajmë hallet. Oba! Atere, dua të bëj një përshëndetje, por para përshëndetjes, dua të them se ky njeriu këtu në krahun tim të majt është njeriu më i mirë i jetës time. Njeriu që më ka mbështetur në çdo aspekt, njeriu i urtë, njeriu i dashur, njeriu i respektuar, që unë e kam dashur dhe dua shumë. Ky quhet Ligor Becollari, ky ka qenë mbështetja ime që në 83 që u martuam, mori klarinetën dhe kemi punuar bashku, nuk jam ndarë, edhe që sfidat kanë qenë të mëdha, edhe që kemi patur kondra plot, unë përsëri kam këmbëngulur. Aq sa kemi pasur mundësi të bëjmë, kemi bërë bashkë punë, e kemi mbajtur muzikën, edhe në Athinë, në festivale, në dasma, ku s'kemi shkuar. Gjithashtu dua të përshëndes dhe bashkëpunëtorin tonë, organistin Konstantin Nikolla që jeton në Athinë dhe është me ne, edhe ai është një njeri i shkëlqyer, një njeriu tonë, i orkestrës tonë, që ku nuk kemi shkuar. Kosta, të përshëndes, ti je mirë me Marlindën, me fëmijët. Faleminderit shumë që ke qenë krau i djathtë joni, i orkestrës, i muzikës, i urtësisë, i mirësisë. Faleminderit, ti jeni mirë Konstantin Nikolla. Faleminderit. Atere, vazhdojmë me një këngë tjetër. Ç'ke moj tamburaj që s'bie.
Kënga sa po t'i gjua, e kam pjesë të albumit të grupit Saziso. Grupi Saziso është një grup i ndërtuar kohët e fundit me artista Korçar dhe me disa me Berti Tralo dhe Adriana Thanasi, edhe unë nga Prometi edhe një pjesë nga Korça, Aurel Kirio, Telando Feto, Klanetis edhe Lautjere dhe Fandej. Ala prerë se ishte kolegja ime Adriana Thanasi. E përshëndes, falenderit Adriana. Pjesa ishte e grupit Saziso, kjo këngë. Tani, po hymë të kënga, por si dashmanare. Këtë këngë e kam kënduar me grupin Elena Gjika, në 92 janë incizuar. U prefti qetë zoti miku vllai jonë Ilja Nasi, sepse ai ka qenë prerësi i kësaj këngë që do të dëgjojmë. Tjetë mirë, zoti ta ketë pranë. Qaste i gjumë syri të përlotur, vinë e largohen prap. Pa diell kisha mbetur në këtë kënd të botës, në një rrugë pa krye filikat. Trokitje pas mesnate, ca pika shiu, nga një re e lodhur ran bijam, në cep të krevatit, si në një cep të humbur, dhimbje rëndë kruspull më mban. Jashtë vazhdon shiu, natyra zmadhohet. Një deg hardhie prek në dritare, lulet i shtuan gjyrat e tyre, livadhet undezën në zjarre, trokitje të tjera. Tani ish nëna ime, vinte drejt meje me fytyrën gjëllore, me vrapin e fëmijës i dola për para, përjetësisht të mbaja për dore, zgjata krahat. Isha vonuar, i gjeta vetëm lotin lëndinës së blert, si perëndesh, vazhdon të udhën qiellore, me brengën e nënës, për fëmijët e vetë.
Në natë janari më dhile prazjari, më lule me hari. Presja në këtë këngë ishte bashkëpunëtorja ime, këngëtarja Luljeta Ilia, të cilën e përshëndes. Luljeta të përshëndes. Atere, shkojmë të kënga Amanetin se tret dheu. Tekst dhe muzik Donika Pecellari. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje o Goni. Si po kaloni mirë? Juve mirë? Shkëlqyer fare. Na bëhet qef. Le të shkojmë edhe tek një këngë. Unë e kam gjizuar shumë herë. Po kjo këngë do më lërë mbresën më të bukur, emocionin më të bukur, sepse pata fatin që kjo këngë të jetë në albumin në 16 pjesë të grupit Saziso, të sazeve të muzikës jugore, dhe pata fatin që kjo këngë bëri një turne 15 ditore në Britaninë e Madhe, në 12 qytete, dhe u caktua nga gjithë si dia për të kënduar live në BBC. Kam kënduar në gjysmorshin live në BBC, kam përjetuar emocionet më të bukura të karierës time artistike të këngës. Le ta ndjekim bashkë këngën e Tanës. Direkt, ky është inciziv. Ashtu jetë, si që është. Incredible mix of Southern Albanian musicians. It is Saz Isa. Të falenderoj të Lando Veto për interpretimin.
gjithë shokët e grupit. Faleminderit që ishit bashkë me ne. Ju përshëndes. Nga poeti përmetar Skënder Lazaj, le të ndjekim poezin Delin. Të thirra Delin, përgjigje nuk mora. Një tuftë Delin, më mbetën tek dora. Mendja ratin, më kish marre gjora. Zgjeja do të shtëpin, po zdia nga të shkoja. A ratin moj mëndje, kish marrë zdi për ku. Dofta hien tënde, ndiqte ku duru. Delin moj qapkëne, kthejë sytë e tu. Si një vegim ëndre, nis e vjen këtu. Më vjen në përëndër, qapkënja Delin. Futesh mu në zemër, më kthejnë djalërin. Të thëras në emër, ti merë Aradin. Plumbi se shmemerë, për ty, brinjë. Gjëtari nga Gjilaristi. Ma che c'è shtëpina, më në fund të fjerit, ma i kotë se berberi. Përshëndes, kryetarin e shoqërisë, Elena Gjishkan, shokun, kolegun, mikun, zoti Miko Mihali. Ju përshëndes, Miko. Përshëndes, profesorin të nderuar, profesorin tonë, për punën e parove që bëri të bërë të siguri. E falenderoj, jam i njofse. Përshëndes, shokën, Gjiliako Matrieli.
Atere, unë dua të bëj sa falenderime speciale tani, sepse duen bërë, jo erdi koha, do shta dhe që në fillim po s'ka gjë që e fillua me popullin, e fillua me gjerat e punës. Atere, unë kam një falenderim për kryetaren e bashkisë zonja Alma Hoxha, e cila sa më takoj dhe më tha, ti ke ardhur? Po kam ardhur. Po ti do këndosh? Po nuk jam e përgatitur, i thash, që të këndoj, s'kemi as mikrofon as gjë. I kemi ne të gjitha ta, i kemi këta të qunat punëtori, i kemi këta të qunat e mirë, thaj që do të abinë punën, dhe ju do shkëlqeni, dhe vërtet, mendoj që po shkëlqeni dhe ju po kënaqeni. Falenderimi dytë vjen për agronin ton, agronion Uzi, kameramani, përmetari, që ju ndoshta nuk e di se sa e shijoni këtu atë faqe, po për ne migrantët na e ka sjell përmetin në pragun e shtëpisë dhe çdo lule që të çel, çdo këngë që këndohet, çdo hall, çdo mall, agroni na e ka sjell. Faleminderit agron, faleminderit që bëre edhe kaq punë të bukur për mua sot. Ju jam mirënjohëse, edhe kryetaris, dhe ju, dhe kameramanit këtu, edhe ju çunave, Kozi, që sa herë reciton, më ngjetë mishin dhe dëgjon e lafjet çdo të prëmte, më ngjetë mishin me recitimet e saj, që i stis, i bën kaq të bukura, ashtu si stisi edhe atë historinë time në pak vargje. Faleminderit Kozi, që erdhe, më plotësove mua dëshirën dhe je këtu sot. Shumë faleminderit. Falenderoj Drini Murata i bashkë me vajzën që u vënë pjesë e koncertit ton sot. Koncerti nuk ka mbaruar, ju mos u mërzisni se do kemi surprizë, do kemi dhe këngë me valle që do kërcejmë të gjithë. Atere, këngën që do dëgjojnë tani çobanka që shkojnë zallit, në një kohë që të gjithë këngëtarët shikoja që u mbush televizori me këngë ritmike, edhe unë e kisha mundësinë edhe ta bënja. Po thash kështu, po mirë, ritëm, këndojnë këngëtarët e gjithë Shqipërisë, është bërë kënga, nuk merret vesh, këngë përmetare këndojnë melodit, po thuaj se ti njëta, jo, thash, Donikë, këtu, stop, ti do këndosh dhe do mbash tabanin, sepse i ke thënë vetes që nuk është leku gjithçka, nuk është fitimi gjithçka, po nuk mbajtën vlerat ne, pak veta që dim t'i mbajmë, do mbasi. Dhe unë e dëgjova nga Qolena, nga ata të vjetrit e saj, të Leskovikut, dhe këndova këtë këngë, e këndova me Grigorin, Konstantin Nikollën me fizarmonikë, të cilin e përshëndes, me Aurel Kirio me violin, edhe artistat të tjerë, të cilët i falenderoj, edhe i përshëndes. Ate e fillojmë, kjo është këngë
Falenderit. Atere. Shkojmë të Vitoria. Vitori të vëftë nëna. Përcen të gjithë. Papa Tonet. Gamët. Përsëri nga Skënder Lazaj, poezia Kthimi. Plaçkat po bëj gati të kthehem. Valigje, çanta dhe xhepa për plot. Për dreq, su mbyllën asë zinxhirët. Janë të imbushur me mall, sa derdhen me mall dhe lot. Të imbushur me mall për të gjallët dhe me lot për të ikurit nga kjo bot. Mallit ja njoh të gjitha shkallët, por ka edhe dhimbje që s'durohen dot. E di se do të më presin dhe andej, dhe nëna, dhe shkëmbi, dhe deti. Të malluar të gjithë do t'i gjej, edhe pritjen e munguar të timeti. Poezia e radhës titullohet Sprovat e jetës. S'ka gjë më të bukur se timbi dhe. Pa qka se ndonjëherë bëhesh timzare. Ti jetë shpesh në provë në vëne, dhe vit klahet si mushkë zanzare. Por ty, unë gati ti kam frerët, dhe për herë, për brirë është të rokë. Ti e di që si jam gata të mjerët, ndaj kur s'më gjunjëzove dot. Ndofta më vure stërkëmsha, kur revanin merja si kalë, por sabia në këmbë gjendesha, dhe bëhesha veri që merte malë. Dhe kështu do t'jem, veri dhe erë, të til do t'më kujtosh sa të kem. Ndaj në provë,
mos më vërë asë njëherë. Sa hero jetë, duhet të ta them. Bravo, falenderit ka zi, falenderit. Atëhere, unë kam një surprizë për ju. Unë kam për një këngë të re. Faktikisht e nisaj që të përshëndesja për ditën e lidhjes, nuk e di se çfarë u bë një gabim dhe nuk e dëgjova aty atë këngë atë darkë. Do ta dëgjoj sot. Do ta dëgjoj, po do ta kërcejmë se është këngë e gëzuar kjo. Do të mbyll këngët e CD-s. Okej. Atëherë. Shkojmë dhe dëgjojmë këngën e re. Ju falenderoj. Më kujtoj vëllai një diçka shumë të bukur, të cilën dua ta them. Këtu midis nesh është edhe një bashkëfshatari im, Kristofor Thodori, nga Kaludhi. Më kujtojt në moshën 5 vjeç, bashkë me Spiro Konstantinin, i cili nuk jeton,
të cilin e donim shumë. Forja bashkë me Spiro Alqik më qërë, ishte një aktivist i shquar dhe si unë nuk e thashë, a ishte i pari që më vuri në linjën e muzikës. Forja më kujtojt si sot a i skeqi që më vunë me rinin në 5 vjeç isha. Një sport për mami, një sport për babin. Ju përshëndes Fore Fotinit, jeni mirë, ju uroj gjithë të mirat. Atere, çfarë kemi tani në program? Atere, ju përshëndesin Drini Murataj dhe vajza, Klara.
Gjelum që kamët. Atere tani do bëjmë dy kolazhe të bukura me këngë të ndryshme, përmetare, e le pak më tutje, se jemi përmetare, po kësa janë të ardhur. Kemi vajza të ardhura, kemi djenë të ardhur këtu dhe nga rrethet e tjera. Por që do të anisim në mes të përmetit, o, jale leja bobo, hajde, Grigor. Një, dy. Ape dhe pak. Si poja kaloni. Shëndetim,
Faleminderit. Një sekondë, Murat. Dua të bëj një falenderim special. Këtu kemi profesor Muratin, e falenderojnë a zëmra që ju përgjigj kërkesës time se unë kisha vetë Grigorin sot. Aureli le kishim të smur, i uroj të shkura Aureli, sepse ishte i gatshëm që të vinte të na shoqëronte. Ne mund të kishim dhe persona tjerë, po sot thashë, unë do iki për një javë, do iki në Greqi, do iki dhe do mbyllem atje, ndërsa shokët Sadiku, Albani, kolegët e mi të mirë, ka në kohë plot për të kënduar. Nuk kisha dhe kohë që dhe të bisedoni me të këshu. Ju kërkoj ndjes që nuk munda që t'ishim pjesë sot, ata kanë kohë gëgja për të kënduar. Ju uroj gjithë të mirat. Faleminderit Murat që ishe me neve sot këtu. Atere, nuk mund të rrim pa kërcyer këngën poshtë nga Çajiret, se është këngator, është kënga e Fërmetit. Përshëndes Ramadanin që ka kënduar në 88 më duket, me Viljan Gore, ti jenë miri, ju uroj shëndet. Ku është? Dua të bëj një përshëndetje tjetër për poetin, njeriun e mirë, përmetar, Ligor Shyti. Ju përshëndes, vëlla Ligori. Ju uroj shëndet. Tempo na ganha
rush, plot me rush, o moj me rush, e mbova një bache me rush, plot me rush, o moj me rush, o hajde, hajde, për servi, ka put rushe me një modi, o hajde, hajde, për servi, ka put rushe me një I lumë që kamë. Do vazhdojmë? Sa kemi orën Ana lejohet që të vazhdojmë akoma? Sa është ora? E po, një sekundë. Kemi kohë. Kemi kohë? Ore. Atere do bëjmë valle treshe, se e di unë që me zi prisni të nëzitoni ju tani këtu. Haj. 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 Não tenha bandido,
Música nunca así, así que discutir. Cinta metrelaris, adivita nata nasa pumukani. Mavramatia popera ne kitasne, ne la pista di asfalto di azune. Mavramatia popera ne kitasne, ne la pista di asfalto di azune. Mavramatia popera ne surama ya, toda la cidade tem essa fica já. Mavramatia popera ne surama ya, toda la cidade tem essa fica já.
Faleminderit. Faleminderit, dhe lumë shikamët. Ha, qa do bëjmë tani? Do e mbyllim, si thonë. Dhe disa shumë dua të riktu me ju deri nesër në mëngjes. Por na flasim këtë. Duke shpresuar që u kënaqët. Donikës leti urojmë. Jetë gjatë dhe shëndet pastë. Zemra për heri këndoft. Do jesh prezent për bashkën tonë gjithë vjetën. Këngëtare